Aleanca Veri-Atlantike përballet me një moment kritik, ndërsa Shtetet e Bashkuara kërkojnë angazhim të menjëhershëm nga partnerët evropian për të garantuar sigurinë në ngushticën strategjike të Hormuzit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka bërë të ditur se presidenti amerikan Donald Trump pret brenda pak ditësh angazhime konkrete nga vendet anëtare për të ndihmuar në këtë zonë kyçe për furnizimin global me energji. Deklaratat e tij vijnë pasi takimi në Shtëpinë e Bardhë me presidentin amerikan, i cili prej javësh ka kritikuar aleatët evropian për mungesë mbështetjeje në përballjen me krizën në lindjen e mesme. Rutte pranoi se disa vende të NATO-s reaguan fillimisht me vonesë, duke theksuar se situata ishte e papritur për shumë prej tyre. Megjithatë, ai shtoi se tashmë ekziston një mbështetje e konsiderueshme, përfshirë në aspektin logjistik dhe bazave ushtarake. Presidenti Trump ka deklaruar mundësinë e largimit të Shteteve të Bashkuara nga NATO, ndërsa zyrtarët e lartë amerikanë kanë konfirmuar se po shqyrtohet edhe reduktimi i pranisë ushtarake amerikane në Evropë. Edhe pse ende nuk është marrë një vendim përfundimtar, kjo situatë ka rritur ndjeshëm presionin mbi liderët evropian për të dëshmuar angazhim konkret dhe të shpejtë. Rutte theksoi se aleanca ndodhet në një periudhë ndryshimesh të thella, ku Evropa pritet të marrë një rol më të madh dhe më të drejtë në garantimin e mbrojtjes së përbashkët. Sipas tij, ky është një moment kyç për të ardhmen e marrëdhënieve transatlantike, ndërsa sfidat globale kërkojnë një koordinim më të fortë dhe vendime të shpejta nga të gjithë aleatët.